Specialistët për hetimin e narkotikëve në DVP Vlorë arestuan shtetasin OH 19 vjeç, banues në fshatin 6, si dhe proceduan në gjendje të lirë shtetasin algjerian DT 22 vjeç, pasi dyshohet se gjatë tentativës së shtetasit OH për t'i shitur lëndë narkotike, kokain, shtetasi DT të dy janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin, duke marrë dëmtime të lehta trupore. Gjatë kontrollit të dy shtetazve u gjetën dhe u sekuestruan sasi lënde narkotike, kanabis dhe kokain. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin SP, 26 vjeç, banues në Vlorë, pasi në lagjen Lesallata ka goditur me shkop metalik duke i shkaktuar dëmtime të lehta shtetasit FH, 23 vjeç, banues në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Konispol, Komisariati i Policisë Sarand, referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin RR, 29 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi SI se më datë 3/11/2025 në fshatin Janjar, ky shtetas i ka vjedhur 4 bagëti të imta. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Vlorë arestuan shtetasin GA, 64 vjeç, banues në fshatin Progonat, pasi në aksin rrugor Vlorë-Kuç u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Po nga këta specialistë u referuan materiale në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasen DM, 20 vjeçe, banues në Vlorë, pasi në bulevardin Ismail Qemali u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.